Klodiana Shala, pas bujës së madhe që bëri me hapjen e Kinetic Gym, tashmë ka një tjetër ide. Sipërmarrësja simpatike ka menduar për të gjitha mamat që shkojnë në palestër, që ndërkohë që ato palestrohen, dikush mund të kujdeset për bebin e tyre. A ka më bukur se kaq? Klodiana mendon për të gjitha. Projekti Miri me titull Gangsta Love nga Çileta dhe Noizi erdhi dje si një uragan dhe nuk mbeti njeri pa e komentuar. Që është shpenzuar pafund për këtë klip e kuptuam, por nuk kuptuam pse Çili dhe Noizi flasin anglisht. Sigurisht nuk mund të lëm pas pjesën ku Çili thot I'm the evil bitch. Siena Mo është superhiti nga Mike dhe Ghetto Jeezy, i cili po bën namin gjithandej. Rikujtojmë se Mike, apo ndryshe Dr. Mick, apo ndryshe Kastriot Rexha, është pjesë e Baba Stars dhe përpara këtij suksesi, ai njihet edhe për bashkëpunimin me këngëtaren Besa në këngën Zejemër. Ky djalë premton vërtet shumë. Ja dhe Albëria Dërgjonaj më në formë se kur. Këngëtarja ndodhet aktualisht në Las Vegas duke bërë kokrën e qefit. Tani, le të bëjmë edhe ne pak shqiptar tipik dhe të pyesim, ore, po lekët ku i gjen kjo? S'ka as koncerte. Interesante. Kjo është fotoja super hot e realizuar me shumë dashuri nga fotografja Rezarta Shkurta me në qendër këngëtaren Enca Haxhia. Bukurosha shfaqet në pozicion mjaft seksi dhe gjithçka që mund të themi është oh yeah, it's Enca.